Turi synon të lidh pikërisht këtë Mund të kthehet vojtja. Ajo që na mbes bashkë sot, nuk është vetëm një vështrim për kujtimor, prapa në kohë. Është mbi të gjitha, një detyrim ndaj të sotshmes dhe një përgjegjësi për të ardhmen, ndaj fëmijëve tanë dhe brezave që do të vinë, për të mos harruar. Koha ikën, koha nuk pret. Dëshmitarët po paksohen. Gjurmët fizike po degradojnë dhe kujtesa e drejt për drejt po bëhet gjithnjë më e brisht. Prandaj duhet të veprojmë, ashtu siç tha kryetaria, duhet të veprojmë më shpejt, të mbledhim dëshmitë, të ruajmë fotografitë, të digitalizojmë dokumentet, të shënojmë dhe të mbrojmë vendet e vuajtjes dhe ta bëjmë këtë histori pjesë të edukimit të brezave të rinj. Kujtesa ka nevojë jo vetëm për përvjetor si ky, apo ceremoni, por për institucione që e ruajnë atë për ditë. Si institucion dhe si person, do të mbështes çdo nisëm që dokumenton të kaluarën, çdo nisëm që ndihmon në dokumentimin e saj, në ruajtjen e kujtesës dhe edukimin e brezave të rinj, me synimin që besoj e kemi të gjithë, të ndërgjegjësimit për padrejtësitë e së kaluarës, për të ndërtuar një të ardhme më të mirë të një antari të denjë të familjes europiane. Mënyra se si ne ruajmë kujtesën sot, do të tregojë se çfarë Shqipërie duam t'ua lëmë brezave nesër. Një Shqipëri të drejtë, demokratike, europiane, por mbi të gjitha një Shqipëri humane e cila nuk harron ngjarje si kjo e juaj. Barak, familje që kanë banuar më përpara, më për...